Tonet e ashpra dhe akuzat direkt ndaj Ramës dhe qeverisjes së tij e ka hapur kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha takimin me mbështetësit e opozitës në qytetin e Shkodrës. Berisha tha se përballë opozitës me garën e 11 majit është një organizatë e tmerrshme kriminale që ka pushtuar Shqipërinë për 12 vite. Ne jemi në prag të një fushate elektorale që do të shënohet në historinë ndoshta fushata më e rëndësishme zgjedhore e 34 viteve të fundit. Sepse në këtë fushat, ne nuk kemi kundër një parti politike, ne kemi kundër një organizatë të tmerrshme kriminale që ka pushtuar Shqipërinë në 12 vite dhe që quhet Rilindje. Të dashur qytetarë dhe qytetar të qytetit Shkodrës, të malësisë madhe, Vallë të Dejsh, Pukës, Fusharësit, Dukagjinit dhe të gjithë këtij qarku. Demokrate e demokrat, të dashur kandidatë dhe kandidat, për deputet dhe deputet të ardhshëm, për faqësues të qytetarëve dhe banorëve të këtij rrethi. Një falënderim dhe mirënjohje të pakufishme për këtë mikpritje të zjarrt. Në Shkodër, rozafën e lirisë, njeriu ndjehet më i lirë se kudo tjetër në Shqipëri, se kudo tjetër në botë. Kjo është merita juaj. Të dashur miq, askush nuk mund të thotë, nuk mund të shkruaj më shumë për Shkodrën se sa ka thënë historia për këtë qytet. Ajo histori që shkodranët e kanë shkruar vetë, me guxim, me mendje të ndritur, me zemër, me dashuri, me djerës dhe gjak për qytetin e tyre të bekur në ditët më të vështira të tij. Shkodra ka qenë dhe mbetet histori, qyteti piknisjes së epokave për kombin shqiptar. Këtu në Shkodër, në Shkodër nisi epoka e demokracisë dhe shembja e diktaturës komuniste. Ndaj edhe unë zgjodha Shkodrën për të nisur betejën për shembjen e diktaturës së dytë dhe ndërtimin kësaj here të Shkodrës madhështore, të Shqipërisë madhështore. Të dashur miq, ne jemi në prag të një fushate elektorale që dëshenohet në historinë tonë, ndoshta fushata më e rëndësishme zgjedhore e 34 viteve të fundit. Sepse në këtë fushat, ne nuk kemi kundër një parti politike, ne kemi kundër një organizatë të tmerrshme kriminale, që ka pushtuar Shqipërinë në 12 vite dhe që quhet Rilindje.